se do t'i përgjigjet pozitivisht ftesës së Kurtit, njësoj bëri dhe kreu i LDK-s Lumir Abdigjiku. Ftesën ndërkohë refuzoi Aleanca e Ardian Gjini, duke thënë se nuk e shet të nevojshme një takim të tillë. Gjitha këto do t'i diskutojmë sot në studion e programit të mëngjesit me kolegun ton gazetar nga Londra, Sabri Agimi. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, faleminderit. Kënaqësi që sot ju kemi në studio të programit dhe ju përmes lidhjes direkte. Kjo i vjen që diasporave që ka fillu të vi për pushime në Kosovë apo jo? Faleminderit që na keni kriju hapësirë për me pas edhe ne zërin tonë këto, se ju e dini që na nuk po muj me fol për veten mjaft. Edhe ne, për ne shumë... Nga diaspora, e në grosit. Nga diaspora, në grosit, një gazetar. Nga Sateliti, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, shumë kënaqësi me mbyll javën me ty. Kënaqësi gjithashtu edhe për neve vullnet, dhe jam shumë sigur që kënaqësi është edhe për shikuesit, dhe jam e lumtur që kemi një panel të tillë kaq. A pëlqen me fol pak këto, po pianisëm. Lidhje direkte, okay. Se nuk di me ku do të lidhemi, por e di se me kë do të lidhemi. Analisti Lulzim Velio, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Nga cila diaspori je? Unë jam nga Düsseldorf në Gjermani. Okej. Si mas pari du me të pytë, me qenë se po përballemi me temperatura shumë të larta, qysh është koha sot në Düsseldorf? Po, sot pritet të kalojnë 30 gradë. Po mirë, Jo, s'ka mirë, s'ko ka shumë. Do të thonë që janë temperaturat që para 2 javë kemi pas shumë më të larta temperaturat, kanë shkuar deri në 40 gradë, mirë po pastaj një javë ishte pak më qetë, më freske, ndërsa këtë javë pritet që sërish, këtë fundjavë pritet që sërish të kalojnë 32-3. E qysh po ja bani? A keni ju klimatizim apo jo? Jo, na jemi pak më mbrapa me ju në Kosovë. Klimatizimin nuk kemi. Goxha mbrapa. Po pra. Goxha mbrapa e kemi edhe Londrën, edhe njëkohësisht Sabri, po më duket ke marrë temperaturat e larta me vete, sepse kanë fillu me u ngritë edhe këtu në Kosovë, me qenë se 34 është sot Londra. Pikërisht dje ke 30-31 dikon, kështu që pritet me kam bile në bazë të disa analiza, thanë që do të gjatë kogja, që është jo e zakonshme për Londrën, për Britaninë e Madhe. Dërsa temperaturat në takimet e sotme, pritet të jetë mesatare, kështë 22-20, ftoft. Ftoft, u menova që në gradë. Ja, s'ka me kanë në zetë. Prita rrëth 20 gradë me qenë. Jo, nuk ka asni. Në takim. Sa përsi e faqë që janë të takime. Prap, paka shumë për me bo një përmbledhje. Kryeministri Detyri bëri ftesë ish klerëve të opozitës apo klerëve të partive të tjera. Dhe morëm, ju përgjigjen pozitivisht dy nga ta. Para prakisht, kjo është një kartë politike e Kurtit e cila vjen pas një muaji, debat çdo ditë, e opozitës të problematizu faktin që zoti Kurti nuk rithjen takim, zoti Kurti nuk është seria, zoti Kurti nuk përdojnë me bëha koalicione. A e përdorit ashtu këtë kartë. Për mendimin tem kë lloj ftesa për takime është vetë sa për me kriju një histori tjetër të prezident të ardhshme, sepse nuk ka asnjë diskutim serioz për asnjë emër. Na këtë dim pse po takohen ata njerëz. Pse kena këtë farë nevojë me takuar, atë neve na vjen një president. Nuk ka asnjë tjetër alternativë për çka do të më diskutu këto. Kështu që ata mund më shku me taku, domethënë mua më shumë të përdhime nga gazetarët sot, por shoqëria nuk është herët një 9 dhe një 6. Kështu që mirë e kishim menuar që mik nxehtit, po nuk presna ndonjë zhvillim prej këtyre takime për shkak që këtë aty kanë më shku vetëm sa për me dhënë deklarata dhe sa për ministrisht me fajsuar një tjetrin. Kjo na ka thirrë. Se mendon që janë të gatshëm për t'i kriju institucionet stabile? Po, në kuptimin që janë të gatshëm, po fakti është se për me arrit këto duhet një emër për president. Te emri për president, loja ose taktika e lëvizjes vendosje është jo partijak, mës me qeni asë një partije. Në anën tjetër, na kena 2 partitë. Po shumë shpesh që lëvizjave të vendosje kur po propozon edhe emra partijak. Po, atë tani arsëtimi i tyre po është që se kena pas me Glaukun, por në moment fundit masi na lanë pa emën, vendosim me dikant tonë. Tani kanë shkuar edhe me zonjtë. Kështu që se di, unë edhe në bazë letrave që i pashu, që mënyra që shkruaj letra, mënyra që kthy letra, domethënë të gjithë më ndoken këto ma shumë aktor politik se sa akter politik. E qartë. Mirë shohim se si po eshe Sabrio, ftesën që është bërë nga kryeministri në detyrë për krerët e partive të tjera.
Ftesa më duke të bëhë pak me vonë. Nesër mendoj që ftesa u dashtë të bëhet të fillohet bisedimet po sa përfunduan zgjedhjet. Unë mendoj që lideri i partisë vetëvendosje, Albin Kurti, u dashtë që duke marrë parasysh që e kemi shty kaq gjatë çështjen e zgjedhjeve të institucione, u dashtë qysh kur kanë përfunduar zgjedhjet dhe është dhënë kjo rezultate preliminar, u dashtë me fillu me bisedu seriozisht me me krerët e partive të tjera politike, derisa KQZ-ja punën e vet. Po, ju duket të një takim serioz? Takim serioz është kur ka rezultate. Derisa prap me sa ndigjoha Albin Kurti, prap tha një çështje interesante, prap tha duhet bashkë bisedojmë në bazë të numrave të votave që i ka marrë gjithëcila parti politike. E jo në atë kuptimin e partnerve serioz për ta kriju një qeveri dhe për ta udhëhequr. Çka nuk kupton kjo ky mesazh mesrishtave që e dërgoi kryeministri në detyrë? Imi mësua në retorikën e përgjithshme, 2+2 bojnë 4, plus 4 bojnë 8. Do me thonë, ti ke fitu 10, ti ke fuqinë 10%. Unë i kom fitu 5%, unë i kom 5%. Kjo faktikisht në nivellet politike, apo për të zgjedhur probleme, kjo matematik nuk funksionon. Partneri është partner. Në fund fundit e ka fitu 50, 15, 50, derisa ti po tenton me kriju qeverin, në këtë rast vetëvendosja, duhet të krijoj balance që t'ja peshen bisedes dhe mënyrës së zgjedhjes së çështjeve politike. E jo gjithmonë ndalmi natë 15%, 50% ose 60%, edhe në fund po përfundojmë ma shumë duke filluar garen për zgjedhjet e ardhshme se sa duke tentuar me gjetë zgjedhje. Në këtë rast ishte edhe çështja e kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës. Ne do të shkojmë, nëse na çon letrën kështu, do të përgjigjemi kështu, nëse na çon letrën. Zotërin nderuar, je kryetari i një partie politike serioze, merru me seriozitet me biseden. Qartë. Në fund të fundit, po shifet që të gjitha partitë kanë një arsye për me shty punën tjetër. Ndërsa sa përket punën e LDK-s, LDK-ja madhe ka zëra, të cilit faktikisht ma shumë po flasin sa në nështrime po bëhen për shkarkimin e kryetarit, si sa në çfarë forme t'i qasmi çështje së zgjedhjeve të institucionit. Domethënë, është me sa vlerësojmë ne, është një problem i liderëve ma shumë se sa i votuesve edhe i deputetëve me sa vlerësojmë. Jam kryshtare di nga lullëzimi, lullëzimi mendojnë që duhet krijoj balans lëvizja vetëvendosje në mënyrë që dalim nga kjo situatë? Unë mendoj se jemi në të njëjtën situatë si për që ishim para zgjedhjeve në periudhën kur është dashur të zgjidhet presidenti pra në marsën e këtij viti, kur lëvizja vetëvendosje jo që ishte forca kryesore, por kishte 57 deputet. U mbajtën zgjedhjet dhe tani lëvizja vetëvendosje ka 53 deputet dhe nuk kanë ndryshuar, domethënë mbajtja e zgjedhjeve nuk ndryshoi asgjë në strukturën e parlamentit. Pra, vetëm se ju bëri me dije liderëve politik, forca politike, se qytetarët e Kosovës tani më janë shumë të lodhur dhe ka mundësi që në qoftë se edhe një herë do të shkojmë në zgjedhje, nuk do të arrijmë edhe 30% e daljes së qytetarëve, pasi që kishin një rënje të dukshme të votuesve në përgjithësi. Në një farë mënyrë u dënuan të gjitha subjektet politike. Unë mendoj se tani më ka kaluar koha kur duhet flasim vetëm për presidentin. Vetëm për presidentin ka pasur mundësi që të flitet para shkuaris në zgjedhje. Pra, kur e kishim qeverinë... Po, arsyeja pse ne shkuam në zgjedhje janë pikërisht puna e presidentit. Është pikërisht çështja e presidentit. Dhe tani kur ne kemi shkuar në zgjedhje, kemi një rezultat të ri të atyre zgjedhjeve të cilit tani më edhe janë të certifikuara, unë mendoj se subjektet politike duhet të dalin në një marrëveshje politike që nuk e përfshin vetëm presidentin, por përfshin edhe bashkëqeverisjen e dy forca politike, në këtë rast lëvizjes vetëvendosje si forca kryesore, por në një koalicion që ndoshta më mira do të ishte me Partinë Demokratike apo edhe me Lidhjen Demokratike, gjë e cila do të mundsonte edhe zgjedhjen e presidentit, por pra ajo marrëveshje duhet përfshi edhe bashkëqeverisjen. Në të kundërtën, unë mendoj se prap
këta do të na çojnë në zgjedhje në vjeshtën e këtij viti. Pra nuk do të mjaftohemi me këto zgjedhje që i patëm të herë pas hershme, por ne përsëri ka gjatë që shkojmë në zgjedhje, Lul? Po ja, po dëgjoni deklaratat e kryeministrit kur ai vetë deklaron se në qoftë se kështu do të shkojmë prapë në zgjedhje, në qoftë se ato zgjedhje do të shkojmë prapë në zgjedhje dhe sikur i është bërë një farë retorike zgjedhje. Pse mendon kjo dëshirë për të shkuar vazhdimisht në zgjedhje? A e keni analizu pse po ndodh kjo? Po në një renon pushteti dhe lëvizja vetëvendosje dëshiron që t'i ketë të gjitha në dorën e saj. Pra ajo mendon se me arritjen e një 50% që e kishte në të kaluar, apo 47% ka tani, mendon se duhet t'i ketë të gjitha pushtetit. A është kjo forma dhe mënyra për t'i arritur kaq shumë, nëse ky është apetiti i unë mendoj se lëvizjes? një gjë të tillë nuk do të arrijë asnjëherë. Dhe sado që të shkojmë në përsëritje në zgjedhjeve, do të kemi një dalje edhe më të vogël të qytetarëve, çka do të thotë. Por a do t'i nënshtrohen partitë të tjera? Po nuk do të kenë rrugdalje se në qoftë se nuk kemi zgjedhje të institucioneve, atëherë shkojmë drejt zgjedhjeve. E deshten apo se deshten partitë e tjera politike. Mirë po unë mendoj se në këtë rast të gjitha subjektet politike, jo vetëm lëvizja vetëvendosje, por edhe ato opozitorët duhet të jenë me të momentshme, duhet të mendojnë më shumë për interesin e përgjithshëm, për interesin e Kosovës dhe qytetarëve të saj dhe të një rrugë zgjedhje, pra të dalim nga ky ngërç politik dhe të krijohen institucionet, pasi ne jemi duke parë shumë mirë që vendet e rajonit po ecin në të gjitha aspektet, ndërsa ne kemi ngelur si në çështjen e integrimit, si në çështjen e dialogut, si në çështjen në të gjitha aspektet Kosova ka mbetur. Për më kthyer një herë te pikërisht për shkak të ngërçeve politike. Po, a më të ngërçe politik, na përsëri penjurojnë pse e mojnë, pse shkojnë në zgjedhje. Dhe me thënë, si po kryen zgjedhjet, para zgjedhjeve për ekziston një narrativ, let na gjykoj populli, për thotë. S'ka lidhje që kemi folur gjatë kësaj kohe, tash është koha me vendos njerëzit. Njerëzit po dalin, ne po vendosin. Kur po kryhet që ke vendosshmëria aty, ne, tani po hupet rëndësia e njerëzit që kanë dalë, edhe po thonë, pse s'po mundna me zgjedh dika një president, le të bashkohemi të gjithë në një koalicion të bashkëqeverisim. Zyrtarisht, lëvizja vetëvendosje me partnerët e saj jo serb nuk ka nevojë për me bashkëqeveris me dikën. Edhe asnjë parti normale, unë nuk e di domethënë në cilën vend botë, një parti e cila i ka krejt numrat, e çdosh me vendos me thirr dikën për me bën numrat. Koalicionet me masat ekstreme, ose mes një partie e cila nuk ka kurrë të bëjë me një parti tjetër, bëhen për me formu shumicën solide, kur ajo qeveri ose një parti nuk i ka numrat për me kriju ato. Pra, vullnet që nuk ka nevoj me këto numra që jemi për një koalicion me vendosje dhe një parti tjetër parlamentare? Për me qeveris, po tash për me qeveris jo, sepse njerëzit votuesit po tash të të mi dana, se na për një emën të presidentit, tani për përzina krejt edhe nivelin ekzekutiv. E këtë trija janë të ndame. Nëse dojna, mas pari për me zgjitë që të presidentin edhe njëherë do të me thonë, do të me bëtë të sinqert, a është këtë pas shumë e nëndësishëm, nëse është shumë e nëndësishëm, do të me gjithë një figur e cila i te kalon partit politike, apo nëse është një noter, një burokrat i zakonshëm, le ta vendosim dikën për cilë zdo parti politike që mi kry një punë. Nëse të konsiderosi noter dhe burokrat i zakonshëm, ne për të kemi shku zgjedhje. Po dhe, për ata i vjen, dhe më hënë, na kena një munges, presidenti, 5 muj për botë rëndësishëm, 5 muj për botë i parëndësishëm, 2 muj për botë shumë rëndësishëm, tani 50 për botë komplet i parëndësishëm. Kosovën na po e logaritëm si shtet, po e krahazoj me shtetet tjera. Kosova ka 10 vendet rezervuara për një komunitet, i cili jo domosdoshmërisht e një Kosovën si shtet fambarë. Është një problem shumë i madh, vërtet. Kosova ka faktikisht disa probleme, cilat ende nuk i ka të zgjedhur në çështja e dialogut me Serbinë. Është shumë i rëndësishëm. Dhe me thonë, na kemi probleme faktikisht ende në finalizimin e punëve dhe raporteve me Serbinë që të pranohemi ne për organizatët si Bashkia Evropiane edhe NATO. Dhe tash, për këto çështje duhen vendime të rëndësishme, duhen parti politike bashkëpunuese,
Na ke mundësi me... Po, e vërtet, bashkëpunuse. Po, bashkëpunuse. Ke mundësi na me bo matematika sa dosh. 51% na ke mundësi faktikisht me kriju e qeverin pambarës. A do këtë normal, a do këtë te ke eksperiencen edhe në Londër, a do këtë normal, nëse një parti për shumë në Londër, laboristat i kanë krejt me qeverisë bashkë. A do këtë normal që tani për një emën, një posti, partia tjetër, me thonë, jo të kemë marrë edhe mu me qeverisë bashkë me ty, se veç për qëtë emën po duhet. Ka ndodhë kjo konzervativat edhe, valves pak, konzervativat edhe partia tjetër politike cila ka qenë liberalt. Po. E kanë bërë marrëveshje, e kanë marrë... Po sepse u kanë nevoja, po për me bërë numrat me qeverisë. Po ka pas. Ama jo për një njeri, na po flasim këtë për një post. Nuk po flasim për shumë për një qeveri ose për një parlament, po flasim për një president. Po, një president po ta ka kushtzuar me kushtetut që s'ke qare pa e bo. Edhe tash, derisa diçka detyrimisht duhet me ba. Po e vërtet, unë nuk po thonë që me njëru atë fakt. Faktikisht, partia politike e cila ka mundësi me dvë kushte, edhe është plotësisht e drejtë. Okej. E tash, në atë aspektin... Shumir, vetëm të qartësojmë pra, do më thënë. Jo vetëm pak. Në qartësuj, i bjerë si tani narrativa po ndërën. Ne po thotë, jo levizjave të vendosë, Albin Kurti, a i s'pëtë me bëjë institucione. A i ka mundësi tani, nesër mund të me bëjë. A i nesër mund të me bëjë edhe vendin edhe qeverinë. Dhe më thonë, këta tjerë që ka një mundësi, këta po qesin kushte për një pas, veç pëse ju ka arë mundësia, apo? Pikresht. Jo interesi shtetit. Jo, e këtu për interes shtetit, na ke mundësi me rumbullaksu partit politikin përgjithsi. Sa e puna interesi shtetit është me konstitui, me bo me institucione. Unë personalisht nuk shoh... Prej disa partive që të kanë interes dhe disa të tjera më të interes. Me narrative në jashtë të ekspozove këto. Se dhe më thonë, për me është me qitë kosht. Dhe më veç pëse moj, veç pëse më ka arë dita. Edhe unë tash të ty të thonë, veç pëse unë e moj, unë tash të ty të qenë zxerje. Po edhe ka arë dita dhe lëvizës vetë vendosje është duke bë një... Në aspektin moral politik, në aspektin moral politik, na kem probleme çështje moral, nuk kemi pa shumë në politikën e Kosovës aspekte morale. Kjo është shumë mirë e theksuar që ka interesa grupore. E interesat grupore nuk po na lejojnë neve. Nuk ka ndodhur kjo veç në zgjidhjet e fundit, kjo ka ndodhur që pas luftës deri më. Unë nuk kam nisaj, vetëm po du me tregu se ç'shto situata, domethënë. Po, qështu situata është, sa po shkojmë vazhdimisht në Veç pse po moj? Lol, po, na falë. Jo, unë vetëm desha të them që s'duhet i marrëm gjërat kështu vetëm se bardhë dhe zi. Duhet të shojmë pak më thellësisht. Ku mi po atë unë Rezultati bre është bardhë dhe zi, unë s'pedit shme. Jo. Rezultati është pasur. Shumë mirë organizum, zgjedhja e brilliant Kosova është në nivelin më të mirë. Ma mirë se Britania? Koxha më mirë. Flasëm për sta kur në ditë tjetër. Na falë Lol, të lutëm se vazhdum një bisedë tjetër këto. Nëse për pak është e pa mundshme për të inkuadruar çdo herë. Kërkojmë falje. Po dëgjojmë. Ma le jeni djetë koha pak e ndarë ma proporcionalisht për zgjë. Ndjes. Çka desha të them? Nuk e thash rastësisht se mundësia zgjedhjes së një emri për president, i cili do të merrte shumicën apo do të merrte 80 vota ashtu siç e kërkon kushtetuta e Republikës Kosovës, dhe kjo e tregon edhe një herë qartë se çfarë është posti i presidentit. Se për ndryshe do të ishte e mundur të votohej me një shumicë të thjeshtë apo edhe me vetëm pjesëmarrje në thjesht, mirë po në çdo mënyrë kërkon që zgjedhja e presidentit të ketë 80 vota në dy rundet e para, ndërsa në rundën e tretë të ketë 80 të pjesëmarrës në kuvend për ta mundësuar zgjedhjen e presidentit. Një gjë të tillë, lëvizja vetëvendosja apo partia në pushtet nuk e deshti në kohën kur ishte për të zgjedhur presidentin dhe për të mos shkuar në këtë zgjedhje. Pra, ajo bëri të gjitha maniverzimet e saj vetëm për të tejkaluar këtë situatë në mënyrë që të shkojmë edhe një herë në zgjedhje me shpresën e saj se do të arrijë 60%. Dhe tani është po qartë se jo vetëm që nuk është arritur 60%, po ka humbur edhe nga numri i zgjedhjeve të kaluara, dhe ata është shumë e vërtetë se siç po thotë edhe zotëria në studio ato, kanë mundësinë për ta krijuar qeverinë, një qeveri që do të jetë shumë e dobët, një qeveri e 61 apo 62 numrave që nuk do të ketë stabilitet politik, nuk do të përfaqësoj stabilitet politik,
ne e dim shumë mirë dhe në të kaluarën, kur lëvizja vetëvendosje me partnerët e saj të koalicionit, pra duke përfshirë edhe minoritetet jo serbe, kishte 67 deputet dhe kemi pasur shumë raste kur një pjesë e seancave jenë detyruar të ndërpriten ose të mbosmohen fare në mungesë të quorumit. Ndërsa më thuni ju mu çfarë zhvillimesh do të kemi në një rast kur në parlament do të kemi një shumicë për 61 apo 62 deputet, pasi nuk është e sigurt se sa nga minoritetet jo serbe. Lulzim, ata na njerëz që zgjedhëm, Më falë, ta mbaroj pastaj themi ato. Dhe pikrisht kjo është mundësia që me qenë se nuk ka vetëm të zgjedhin presidentin, me qenë se kemi shkuar në rënje të numrit të deputetëve të forcës kryesore, me qenë se ndoshta njëra nga gjërat kryesore është se numri i votuesve është shumë më i vogël se në të kaluarën dhe nuk e kemi arritur as 40%-shin e qytetarëve tanë që do të... Okej, dhe më si pranon zgjedhjet, thuaj s'ka legitimitet. Jo, atëherë ne duhet bëjmë diçka që të rikthejmë besimin të qytetarët. Pra në këtë rast po përfshihet të gjitha forcat politike, nuk po themi vetëm për lëvizje vetëvendosje. Ashtë kjo mënyra Qysh me kthy besimin të qytetarët kur deputetët na që 3 vjet marrin rrok pa shku në punë? Besimi të qytetarët. Par besimi me pas e ta. Kur unë e zgjedhja ata me shku me përfatësu mu, a e shkan atë, edhe si të ma merë votër mu, mas një minuti shkan bëhat me qëndrimin e partis, edhe nuk e kryn detyrën e tyne. Ata janë deputetët me shku në punë, me shku në kuvend, me zgjedh. Duhet me patjetër të ketë një marrëveshje e cila duhet të qëj A më është dhe pak turpnuseve për partive opozitare, shumë paramenohet me hup një loj, me hup vazhdimisht, edhe tani mi thati fitusit, a ma në gjej për një gol, kishe e kom japë, që shtu i bjem, unë e pak është edhe marëm kishardë, me hup 3 herë, brena një vit, edhe me thonë, a bëbe me marë ama një pas që ato se, unë e po hupi për të lutna, shtenëm që ato, është qysh, ti pak kredibilitet, pak ego, thoi qështu është, qështu ka me bë opozit, që nuk i ki presidentin vazhdo tutje. Problemi është që opozita nuk ka lidership. Opozita s'ka lidership, qoftë PDK-a, qoftë LDK-a, janë pa lider. Faktikisht kanë figura, po jo domosdoshmë. Lull, tash po flasim pak në studio, t'lutem. Lull, po më dëgjon besoj? T'lutem, se jemi duke dëgjuar dhe Sabriu në studio dhe pastaj për shikuesit nuk është që krijohet një atmosferë e këndshme për veshjen. E kom besom as njëri nuk e ka thënë asnjëherë mendimin deri në fund, mos ta analizojmë se si po e krijojmë bisedën, po të provojmë të paktën t'i plasojmë sa më shpejt ato sepse jemi në minuta televiziv. Lutem Sabri. Po, problemin e kem, votuesi kosovar është shumë inteligent, përfshirë diasporën, se me që i takoj atësaj pjesë andej, që nështë vullnet ju kemi... Nuk janë ata dhe në diaspora njerëz që veç hajë që shtë votojnë. Shumë inteligent. Ata votojnë me inteligencë. Po thonë, prapë se prapë votuesi inteligent janë. Po të siguroj, ato që votojnë me këtë këtë. Se ti zotëria të që jesë jenë vetë pjesë e saj. Më falë, e ka fjallën për jo a nga Londra, po për zotin... Vullnetin, po. Desha të thëmë që diasporin e shumë më mirë dhe për fatin të... Vetëm shtena të përfundoj qka deshta me pjesë e votuesve. Vetëm shtena. Diaspora... Lullzim, a pat lullzim. Po, lullzim, vetëm jap hapsir pak. Diaspora është inteligente shumë, në atë aspektin e votimit, po një probleme ka diaspora që nuk e prek rezultatin e votës. Qysh nuk e prek rezultatin e votës? Faktikisht, qeveria që zgjedhet në Kosovë, ne vim ka 2 javë ditë në pushim, ndërsa 52 javë ditë i ka vitja, po? Në ka 50 javë, faktikisht na nuk e përjetojmë Kosovën. Ja, s'ta që një këni njësë me orë ma shpesh. Vetëm, po, unë 3-4 herë po veni. 5 herë ju më konë. Po dhe, ma herë të kishim vish 2 javë ditë dhe shka eshin, ta është po vinë ka 4-5 ditë. Këthejmë të tema, vullnet, mos të këthejmë që ka në është ta është këzërë mësishë. Edhe, deshta me thonë është, ndryshë është kure voton diçkafin për arsye se me ndonë që jo mirë, edhe është të drejtë, ndryshë është kure prek çështjen edhe prek shërbimin që ta bon qeveria në këtë rast, qofta e lokale, qofta jo e pushtetit qendror. Na që aty kemë pak një mungesë e kemë.
Këto, që adeshtë me thonë të leadershipi në mrapa të partit politike. E kemë për dëkën që për shembull, 99% rasteve thot kur të na kthehen Kadri Veseli edhe Hashim Thaçi. Ata për shkallë për me shumë zgjedhje. Unë kam shumë respekt për ta. Për arsye se mbahen, jo pa drejtësisht mbahen ku mbahen, që mos keq kuptona. Po një parti politike, me i prit 2 njerëz, cilit i mbahen që 5 vite, pa qenë aftë me kriju një politik të re, pakon të gatshëm të krijojnë një politik që e bind votuesin që vërtet janë në lojë dhe janë serioz në krijimin e kushteve për të jetuar dhe votin që ta kërkojnë me pas mundësime të ofruar shërbime, unë mendoj që ajo është faktikisht një lloj stagnimi i paraqyshëm. Apo? Nikosisht nuk po them, mbram erdha unë prej Londrës, edhe prej momentit, prej orës 6 dikun, dhe këtenaj sot me mëngjes, e disa kanë ndryshuar gjanat në politikën e Kosovës. Aranjimit e takimu ka dasht sot me mëngjes me bo një updateim për veti për me ardhë në emisionin tuaj. Para me ndo dikush që është imbajtën që 5 vjetë pa drejt komunikimi, sa ju duhet kohë atyne vetëm të adaptohen në ambientin edhe faktikisht më pa me njerëz të dashme me i te i kalu krizat që i kanë pasur. A ka gjast të kalon të Mos flasëm tash, me prit për ta me thonë, na i zgjedhin problemet. Po gjosa. Ata dëgjojmë vëllëzimin, se po m'vjen keq me qenë se kemi lidhje direkt edhe provoj gjithashtu të involvohet në këtë bisedë për diasporën. Jo, unë vetëm desha para ato që e fillova ti thonë. Po, lutem. Them se unë mërgatën e një shumë mirë se jam pjesë e saj që 30 vjet. Dhe për fatin e keq, një pjesë e madhe e mërgatës sonë që jeton në përvendet të ndryshme, po fillojnë nga vendi ku unë jetoj, ata e kuptojnë vetëm datën e zgjedhjes dhe janë viktim e politika populiste dhe në shumë raste janë komplet pa informuar mbi gjithë situatën dhe rrjedhën çfarë është duke ndodhur në Kosovë. Mirë po, kur vjen momenti i votës, ata din qohën edhe të shkojnë edhe deri te ambasada me Albin Babën, si po thoi një pjesë e madhe. Spajtona. Fatkeqësisht, është një pjesë e madhe. Nuk po them tërsi. Jo, edhe unë, një pjesë e vogël është faktikisht, po bisedojmë për këta për çështje. Një pjesë e vogël është ajo që orientohet tek një parti politik. Shumë mirë integruar këtu në përvendet ku jetojmë. Mirë, po është një pjesë e madhe e tyre që vetëm atë datë dinë dhe shkojnë e bojnë votën pa par asnjë nga veprimet çfarë janë duke ndodhur në Kosovë. Mirë, po unë uroj që kësaj radhe, pas një pushimit që e kishte zoti Kurti në Greci, do t'i ketë bë mirë ajo dhe takimet e ardhshme me liderët politik të tret arsyeja që të gjejnë një mundësi, po them zoti Kurti pasi që është lideri i partisë kryesore, pra partisë fituese. Partisë fituese, pra partisë e cila është më e madhja në Kosovë dhe si më e madhja i ka edhe detyrimet më të mëdha ndaj qytetarëve të Republikës së Kosovës dhe të gjejnë mundësinë e krijimit të gjitha institucioneve. Pra siç e thash edhe më herët, të kemi një marrëveshje politike e cila në pako të përbashkët jo vetëm qeverinë, por e zgjedh edhe presidentin dhe Kosova t'i kthehet obligimeve dhe punëve të tyre, pasi që kemi mbetur shumë mbrapa. Mos harroni, ju sigurisht e dini shumë mirë dhe e keni parë se nga mjetet e ndara të Bashkimit Evropian të planit për rritjen apo për zgjerimin e Bashkimit Evropian, që është një shumë e madhe prej 6 miliard eurosh, Kosova ka ngelur në një paketë të përbashkët në Serbinë dhe Bosnjë e Hercegovinën, ndërsa të 3 vendet e tjera kanë marrur mjete nga Bashkimi Evropian, pasi po i kryjnë detyrimet, po bëjnë reformat e tyre drejt integrimit Bashkimit Evropian, ndërsa Kosova është bashkë me Bosnjën dhe me Serbinë. Kjo na dërgon në një drejtim tjetër. Pra në një farë mënyre Kosova është drejtuar me Rusi, me Serbinë dhe me Bosnjën e Hercegovinën drejt Rusisë, jo drejt Bashkimit Evropian. E vërtet. Po, Sabiu, kështu këtë të diaspora dhe njëherë se zakonisht për diaspora flitet shumë inteligjente dhe voton si e tillë. Pikërisht, edhe është e informuar natyrisht. Është shumë e informuar
Ndërsa, për çfarë arsye diaspora orientohet ma shumë ka vetëvendosja, është për arsye se vetëvendosja është e shtrime në diasporë ma bënd shumë se sa partitë tjera politike. Partitë tjera politike janë pasive, janë jashtëzakonisht pasive. Por është dhe një frym, ka qenë dhe një frym këto kohëve të fundit pro lëvizjes vetëvendosje dhe Albin Kurtit, apo jo? Jo vetëm në diasporë, sepse fryma nisin Kosovë dhe pastaj e kapi dhe diasporë dhe me dalë ndoshta edhe në Shqipëri dhe në vende tjera të rajonit ku ka është shqiptar dhe ata kanë një simpati për liderin e lëvizjes vetëvendosje. Themi tek arsyeja pse vetëvendosja ndoshta ka pas edhe në Kosovë edhe në diasporë ka pas një simpati të veçantë. Për arsye të disa lëvizjeve që i bën Mitrovic, edhe disa periudhave cilat faktikisht është folë shumë për çështjen e kundër korrupsionit edhe efikasiteti i saj. Unë mendoj që ndoshta kjo fundit mund të ketë më shumë ndikim. Kjo tash ka qenë. Sepse ka qenë një periudhë shumë vjeçare e dëshpëruar e qytetarëve të Kosovës dhe diasporës në situatën që ka ndodhur në Kosovë. Që nga pas lufta. Këto kanë qenë argumente bindë se cilat jo vetëm diaspora, por edhe Kosova i ka përjetuar këto. Amo tash, sa e përket puna e çështjeve të integrimit, çështjet bisedave për raporte me Serbinë, dominimi në arenën ndërkombëtare përveç Vjosa Osmanit, që faktikisht ka luajtur një rol të madh. Na faktikisht ato dobësi kemi filluar me i pa tek mas 4 vite. Edhe është e natyrshme që i merr votuesit pak kohë të dalloj atë çështjen e Mitrovicës, që është akti kryem tash, nuk kthehet mrapa mo, në rast se e shohim si rezultat përfunduar. Çështja e disa poteza që po thojmë këta çështjen e kundër korrupsionit, tash është diçka për më u rivlerësua, ama deri tash ka pas një lloj rezultati. Edhe ka pas një lloj krahasimi. Sa qytetarët Kosovës zgjon më ngjas. Jo, e kam një pyetje. Po, Gulzem, lutem, e kam një pyetje. Sa qytetarët Kosovës zgjon më ngjas edhe mendojnë se si është situata në Mitrovic, apo mendojnë se sa e kanë buxhetin me shku me bo shopping për ushqime bazike familjare? Pikrisht, kjo është punë e kryeme. Këto s'mundesh ti me përdor gjithmonë me thonë unë e ku bë Mitrovicën e ke bë para 5 vite, pse duhet na përcjell. Cila pjesë është e papranueshme, Lulzem? Vazhdimisht. Cila pjesë? Po flitni për çfarë rezultatesh po flitni kundër korrupsionit? Jo. Kush është kapur deri sot në Kosovë për korrupsion? Rezultate. Unë s'po i vlerësoj zotni, po unë vetë po i them argumentet ku ka votuesi ku ka votuar. Ne po flasim për frymën që e ka ndikuar këtë rezultat. Unë që ka krijuar. Po, pikërisht. Po, faktikisht më falni se korrupsioni në nivel çfarë është sot në Kosovë, nuk e besoj se ka qenë asnjëherë më parë. Duke pasur përballë çfarë. Ma mërmene si ke argumente për atë çështje. E vetmja gjë që funksionon sot në Kosovë për 6 vite pushtet lëvizjes vetëvendosje, nuk kemi asnjë projekt zhvillimor në Republikën e Kosovës. Ka projekte, po s'ka realizime me sa më duket. Projekte kem. Projekte sa dush. Projekte kem sa dush, po realizime ty në është pak i dopt. Apo shumë i dopt. Na nuk kemi pa që është bërë një dikun. Nuk kemi parë asnjë gjë. Pra, për 4 vite, për këto 6 vite është importuar rrym nga kryesisht nga Serbia. Ajo është importuar në gjithë botën prej krizës, gjithë botën e zhvilluar prej krizës në Ukrainë. Rrym është importuar gjithandej, ajo nuk është vetëm Kosova. Ditën e mirë pafshim. Është e papranueshme kjo. Asnjë moment nuk ma lap mundësinë. Vazhdoni ju. Kërkojmë falje. Talja mundësi. Po, e dim që janë matë siklesh me këto lidhje direkte dhe vjen keq për Lulzimin, mirë po ndonjëherë do të me kuptu që nuk kemi për të ligjeru, por jemi ndoshta edhe për të bashkë bisedu me një tjetër, në kërkojnë ndjesë edhe njerë lullet dhe po vazhdojmë bisedën aty ku jam. Pra, Lulzimi me të drejtë po fletë që mund të ketë korrupsion. Këtë paktën ky është mendimi i tij, por nuk mund të jetë ndoshta Lulzimi dhe disa analistë në studio ata cilët e dëshmojnë nëse realisht ka korrupsion. Kujt i mbetet për të na treguar që ka korrupsion. Lulzimi me sa drejta unë na keq kuptoj në atë aspektin se na po flasim për shembull pse votuesi është për perceptimin e votuesve kam të folur. Jo domosdoshmërisht a ka drejt as ka drejt. Pikërisht, po ai faktikisht edhe është vështirë nga ndoshta ajo kuptoni më mirë. Për më rikthyer përsëri te sa çka kanë ndodhur.
do të me pas pak nështë me relaksu situatën, është që zoti Kurti se të kthejnë këto takime pas një javë dite që ka qenë me një simpozion filozofik. Po, kështu që... Se po përmanet ka shumë, sepse më po e shoh shumë qytetarët Kosovës po gjykojnë, pse kryeministri në detyrë ishte në Greqi, kur ne e dim që shumë qytetarët Kosovës, gjatë fundjavave i kemi në Greqi. Pse dikush, pse unë për shembull, ne mund shkojmë dhe kryeministri nuk mund shkojë në Greqi. Po, mos falë Greqi, ku të fton simpoziumit, a jep hotelin pa pare. S'po preku atë pjesë. Po jo, po çështë është se sa vjet shkon në atë simpozium, domethënë është një faraporti u bë pak bajat, se është një faraporti që tashmë po dije çaj simpoziumi symi është Ky është një pjantarëve ato më të afërt. E ke fjalë për syri? Po, çështën, jo, ndryshe e ka. Edhe janë disa njerëz që mendojnë ato folin për filozofi, për mua më shumë ti është komentar edhe një herë, pyetje shumë e madhe, që njëri shkon deti edhe shkon ngan filozofi në 40 gradë. Për mua që është pak më shqetësuese, po shpresoj që sot zoti Betri Hamza ta merr me vete se po ku Enver Hoxhajn në takim, se unë që një mënyra si çu kam shkuar më u fol tash pas tyne takimeve që ka pasit e Greqi. Pse se bojnë transparente, pse se bojnë para gazetarëve bisedën, po do të me bojnë dyrë të mbyllna kur asnjëri tjetri si beson. Po, sepse të gjithë, ama di pse? Se të dy javë ju kon vënë me pas historinë e vet. Po pse? Para gazetarëve. Edhe arsye ato të dy partë pajtohen që ai takim mos me kanë publik, sepse të dy partë tani mund të ndërtu kur dalin para gazetarëve, mund të ndërtu historinë çka kanë thonë atë. Ai ke vrejt që ato për simpatizantit e vet. Po, kur dalin të dyja të kundërshtonin atë tjetrin, por asnjëra nuk quhet me kundërshtu tjetrin. Të dyja të lënë narrativin e unitetit me zhvillu gjatë ditës, edhe audienca e PDK-s merr atë qëndrimin e tyne, këta të vendosin dhe marrin qëndrimin edhe kështu. Domethënë, krejt ky, për çfarë po them, është një spektakël, një setup, krejt paret e din çka kanë me bë, po kjo është një setup më shumë për media, çka më fol sot se më u ka harxhuar sitimi, certifikimi i rezultateve. Deri tash liderët na kanë thonë certifikimi për presin. Tash certifikimi ka ndodhur, tash s'ka arsjetime. Tash do të më shpik takime. Nala tek Gonxha që ngriti çështjen pse duhet komentohet ikja e Albin Kurtit në Greqi. Po, pikërisht është shqetësuese ne gjithmonë kemi standarde dy fishta. Qysh nuk është shqetësuese? Me një herë pas zgjedhjeve, po çohet kryeministri në detyrë, po shkon pushim, pa marrë parasysh seminar. Përveç në rast se ka pushim o seminare. Nëse këshin thirë në takimin e NATO-s, summitin e NATO-s, pse Kosova nuk ishte në summitin e NATO? Pse mu quhe me shkuën pushim, une, deri sa në kemë... Bëjnë nga ata filozoft knaqe të i ngu. Qështje emergjent. E kom pa fotografit... Nëse mu shkojnë atë qështje personale. Në rrasë e shumë, kur shkojsh në pushim, vëllet, kur shkojsh në pushim, donë me shku me dikon që knasë. Në gru kanë, me bashkërët e ka qenë. Po nëse dhe? Të dëtë, para minut të dëtë nga ishin filozofi 40 gradë. Jo, më ka hinë kry që kësë nuk mëj pa... Ato e në qështje personale... Po dhe, për shta personale, se do tim nuk ka qenë zyrtarë. Po dhe që ka të Okej, dhe, po veç nuk e kom menu. Në 40 gradë, në 60 gradë është qështje tina personale. Po. Në qitë periudhë, mu quë me lviz prej Kosovës, me shku deri sa zgjedhjet pritet certifikohen dhe ka mundësi me kryue ambientin për kryimin e qeverisë, unë mendoj që kjo është pikrisht është një neglizhencë edhe ignorancë. Është strategji e mendume. Shkon në situatën kur këtë kërkojnë llogari pse s'po ndodh ndonjë takim, ndonjë plan, zhvendosesh në një simpozion, bëhet debati krejt folet çish ka shkuar Albin Kurti në Greqi. Krijohet kjo situata, kthehet, tajten e dërgon letrën, të pranë të ndodh takimi, shtunën ditën nuk ndodh kur gjë, se është vikend, të hanën fillon historinë e re. Kjo është strategji e PR-it e mendume. 7 ditë me i humb, 7 ditë me i humb. 54 herë, 54 javë kena humb na gati me një strategji të tillë. Për ata po them. Mua ç'kam pengon edhe vullnet, edhe natyrisht shikues të nderuar të juaj. Çam mdhem mas shumë të mdhem biliona euro që i kanë da bashkësia Evropiane që pas lufte deri tash, që kanë pas mundësi me materializua dhe i nda pikrish për Kosovën. Nuk e materializua. Ne për bankë. Jo që si me materializua. Po është 1%, mu i me thonë 1% dikun 5% që i kanë shfrytëzue në... Problemi tjetër i kësaj është na që 3 vjetë kena një qeveri e cilën nuk përmujna me kontrolu, se s'ka legislacion, s'kena kuvend, s'kena komisione, punuse, që 3 vjetë që këto 2 partit janë të elon Albin Kurtin me shpërnda pare bëgjetet qysh pa ka qef. Për shkak që beteja për me mbrojt pare publike, qysh ndohen pare publike, bëhet në kuvend.
Na që 3 vjetë nuk po kena kuvend, ka 5 muaj po kem kuvend. Dhe më thonë, a i pëndon pare, pëndon shtesa, pëndon ligjet të ndryshme, pëndon qka të që pëndon, sepse e ka mundësin me bon, se bugjeti, në qeverisë e ka, nuk ka kuvend që i rënë mi kry, dhe më thonë, gjdo vendim që është bon ma herët që ndahet, dhe të me shkun komision legislacioni, dhe me shkun komision e financave. Ka është interesant me një përgjigje që kësha pas qef me kërku prej juve vullnet, konkretisht mas jenë balë për balë, naturisht e ju gongja, edhe pse u theshtë emision. Një përgjigje është pse deputetet nuk pavarësohen edhe me votu drejt për zdrejtin interes të çështjes së shtetit. Sepse shumica aty në 90% e tyre nuk kanë hyrë me meritat veta personale. 90% e tyre hynë për shkak që shtin partia aty. Po. Ty kur shtin partia, kur të bën partia deputet, ti kemi thonë edhe çka të fol partia. A nëse ti hin ka deputet, për shembull në kinë PDK, mund bë përshtypje Ganimeti Musliu. Ka njëherë ju del edhe kundër partisë vetë. Pse e ka ato? Se Ganimeti Musliu e ka votuesin e vetë. Edhe ajo, edhe nesër me qitë PDK-ja, ose mos me kanë listë PDK-s, Ganimeti Musliu i merë vota. Sa ma shumë që kena në si deputet, e këtë probleme ka ma të madhin vetëvendosja. Të adin që mos me kanë listën e vetëvendosis, që ta njerëz, 90% aty në asë në kuvend, asë me hysë këshin mujtë. E le mos gjithë, mo. Na e kena qitë problem, që pi bën deputet lista. Po kjo do të natë me folë dhe ma shumë edhe njerëz me i vidisu. Edhe duhet me ndryshu sistemi zgjedhor nëse dojnë me mbrej këta. Unë e kësha pas shërë për shumë shumë mi votu 10 deputet, po mi votu ja 3 të aleancës, ja 2 të LDK-s, ja 4 të PDK-s. Dhe më thonë, nëse neve në afrohet mundësia, që me qeni listë totale, jo lista e partive, po me qeni listë komplet e deputetve, këshme ndryshu, se unë tani kësha jop autoritet, dykona në AK, dykona në PDK, dykojt në vetëvendosje. A qështu i bjenë qimë? Pse jo në LDK? Po dhe se harova, LDK në përmena dhe me herë, LDK të gjithve i kësha jop, ka një shansë. Për i bjenë që, nëse na qështu e kena, na i kena jop në dorë liderve me na privatësunjeve. Tani kur po bëhen deputet, a i nuk ka mendim veti, nuk gudzën me pas. Se në legislatorin e ashëm nuk bëhat. Gjithkun bot është sistemin gjashëm paka shumë. Paka shumë sistemin gjashëm. Po qka po du me thonë është, në periudat tila, kur qeveria, kur faktikisht kryesit janë të pavendosën se qysh kryohet qeveria për më udhëheq shtetin, edhe i mjarë një vend, unë e mendoj që deputet individualisht duhet të tregojnë vetë përgjegjësinë këtë aspekt. Ti e ke pas me lëvizje të vendosje deputet janë kohë të shkel konstitutën, kanë votu për president, pa e pas heq për umin. Edhe kërkona si ka shku nërmel me thonë, kërkona si ka shku nërmel me thonë, mërë nuk kam drejt me votu. LDK-ja, me qenë që është LDK-ja proklamohet që është partia institucionaliste. Mire the, proklamohet. Letja jap autoritetin vetë deputetve letë zgjedhin, letë votojnë këndon zgjedhin. Me që se mi drejt fundit... Na do të me hecë për para, pikrisht. Pyetja e fundit do të ishte, qka pritet sot, pritet ndonjë emër për president, do të dalim nga kjo situatë, apo nga e që shojmë do të... Shumë shpresoj, Gonxhe, po. Ka shumë pak gjasa. Pikrisht, ullnet e ta shumë mirë, na muj me folë dëshira, po me pas me një elit politike, sidomos udhëheqësit të partisë opozitë dhe pozitë, që kanë tregu përgjegjësi, kishëm pas një parashikim. Unë kam veç pak shpresat, kam shpresat të LDK-ja. Nuk do ta konsiderojnë edhe këtë situatë që ndodhen në Kosova, dhe nëse dëshirojnë që mos na dërgojnë përsëri në zgjedhje, nuk do të ulen dhe ta mendojnë. Situatët e cilën ndodhet Kosova, ti seriozisht mendon që kjo është pyetja në mendjen e tyre? Në rast se Partia Demokratike. Besoj që kjo do të ishte shqetësim më i madh për për të zgjedhurit e popullit se sa për neve qytetarëve të Kosovës. Në situatë utopike po. Në rast se Partia Demokratike e prit shtatorin, në rast se vetëvendosja prit që po i merr 60%, edhe në rast se LDK-ja pritin me 130 nënshkrime që i kish marrë me sa e konfirmoj kë Abrashi. Zemaj. Apo Zemaj, po. Në rast se qëto gjona priten, atëherë faktikisht gjithë cila prej tyne tenton me shkua në zgjedhje të pas shtator. Të mëndë gjithë cila për këqyrë me marat fuqine vetë, cila jo domosdoshmërisht ka me kriju që është fatkeqësi. Mirë, do flasim përsëri, faleminderit shumë që ke qenë së bashku me ne, Savrem. Ishte knatësi si Pushimet këndshme në Kosovë. Gjithsesi dhe i kërkojmë falje Lulzimit që ndoshta na keq kuptoi më shumë se sa që su pajtu me neve. Edhe një herë ndjes për Lulzimin dhe shpresoj të takohemi përsëri. Vullnet, faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Po i kërkon ndjes lutjet? Okej, nëse është e nevojshme.
Më falë.